Një histori tronditse dhe e pabesueshme ka dalë në dritë në komunën Borgo Virgilio pranë Mantovas në Itali, ku një burr ka jetuar për vite me radhë i shtirur si nëna e tij e vdekur, vetëm për të vazhduar të merrte pensionin e saj të majm. Skandali u zbulua rastësisht gjatë një rinovimi dokumentesh në zyrën e gjendjes civile. Në pamje të parë, parapunonjësve të zyrës së identitetit u paraqit një zonjë moshuar, flokë të shkurtra në stil femror, pak grim, një këmishë e thjeshtë me stil të viteve 70, varse perlash dhe vath të stilit të vjetër. Një zonjë krejt normale, të paktën në distancë, por kur punonjësia e shikoi nga afër, dyshimet nisën të forcoheshin. Pudra e rëndë në fytyrë nuk arrinte të fshihte qartë tiparet mashkullore, ndërsa pamja fizike nuk përputhej me moshën 85 vjeçare të deklaruar. Punonjësia njoftoi prorët dhe ata kërkuan ndërhyrjen e kryetarit bashkisë dhe policisë lokale. Hetimi menjëhershëm krahasoi fotot e marra disa javë më parë me ato të kartës së vjetër të identitetit të skaduar një dekadë më parë. Ngjashmëria me zonjën Dalolio ishte e dukshme, por po aq e dukshme ishte fakti se personi para tyre nuk mund të ishte ajo. Pas marrjes në pyetje doli në sheshe vërteta e frikshme. Gruaja në thonjza ishte në fakt djali i saj, një ish infermier i pa punë, në një version real të skenarit Mrs. Doubtfire. Ai kishte zvendësuar nënën e vërtet pas vdekjes së saj dhe ishte maskuar çdo vit për të paraqitur dokumente dhe deklarata të rreme, duke përfituar të ardhura të mëdha që shkonin në mbi 53.000 euro në vit. Këto vinin nga pensioni të shoqit mjek të ndjerë, si dhe nga pronat familjare, shtëpi, tokë të ardhura të tjera. Policia njoftoi se duhej kryer edhe një kontroll në banesë, si zë në Grack, djali vetëm shërtiu, bëni si të doni. Ajo që u zbuluan oficerët në shtëpi ishte edhe më e tmerrshme se mashtrimi financiar. Në një dhomë u gjet trupi i nënës i mumifikuar, duke treguar se ajo kishte ndërruar jetë prej vitesh pas një lajm apo raportim të autoritetet. Ngjarja ka tronditur opinionin publik italian, ndërsa prokuroria ka hapur procedim penal për mashtrim të rënd financiar, fshehje vdekjeje dhe falsifikim dokumentesh. Ajo ka ngritur edhe pikpyetje serioze mbi mungesën e kontrollit institucional dhe se si një mashtrim i tillë ka kaluar pa u vënë re për kaq gjatë. Rasti i Borgo Virgilio pritet kthehet në një shembull ekstrem të abuzimit me sistemet sociale dhe të pensioneve, një histori makabër që ka bërë jehon në të gjithë Italinë.